Mirë dita miqtë e mitë YouTube-it. Në radhë të parë do t'ju falenderoj që ju ndiqni kanalin tim. Sot unë do t'ju prezantoj një palë papuçe të punuara me 2 shtiza. Është një model i thjeshtë dhe bëhet kollar. Unë këtë modelin e kam bërë gri me të bardhë, kurse këtë tjetrën e kam bërë të bardhë me gurkali. Mund t'i bësh me çdo lloj ngjyre që ti kombinosh. Mund t'i bësh vetëm një ngjyrëshe, nuk ka problem. Tani, të shpjegoj se si e kam filluar këtë. Unë të papuçën e kam filluar këtu. E kam filluar me 20 syçka. Kjo fillohet sipas këmbës, numrit të këmbës që keni. Kjo që e kam bërë me 20 syçka është për numër 38. E kam punuar drejt dhe kam bërë 32 rjeshta. Pastaj kam bërë 3 rjeshta me të bardhë, 3 me gri, 3 me të bardhë, 3 me gri dhe kështu kam vazhduar deri këtu lart. Domethënë kam bërë 7 kolona të bardha dhe 6 kolona me gri. Pastaj kam vazhduar prap drejt dhe e kam mbyllur. Tani për t'i dhënë formën kësaj papuçës, kam vepruar në këtë mënyrë. E palosin më dysh nga ana e mbrapshme. Gjej mesin e papuçës dhe mesi i papuçës bie te kjo e bardha, që kemi bërë 7 kolona të bardha. Bie te kjo e bardha. Dhe këtë papuçën e qepi me gjelpër ose edhe me grep. Por këto vijat, gria, do të vi njësoj me grin, e bardha me të bardhën, gria me grin, që këto vizat mos a dalin shtremët. Tani për momentin, unë po e kap me gjelpër me kokë për të parë modelin se si vjen. Ja do të kapin që të dalin këto vizat, të dalin kështu të barabarta me njëra tjetrën. Dhe kështu do vazhdojmë deri këtu sipër brapa themrës. Ja dhe këtu. Kush është interesuar se si mund ta mbyllim dhe me grep, mund të lërë koment në kanalin tim. Ja dhe kjo. Tani e kthejmë nga ana e përparme. Kështu. Dhe tani për të parë se si e kam bërë këtë mbledhjen e këtyre, tashti me anë të një gjelpëre dhe të një fije e kalojmë fijen nga këtu te cepi i kësaj kolonës së bardhë, komplet të pjesën përpara deri tek i krau tjetër këtu. Dhe në momentin që e kemi futur gjelpërën, e tërheqim fijen në këtë mënyrë, e tërheqim dhe e lidhim fort. E lidhim fort. Tashti, që mos lërohet, e bëjmë 2 herë. Që do shkënguarit që. Edhe tani del forma e kësaj papuçes. Që? Tani te kjo këtu, mund t'i vëmë një lule, të punuar prap me grep. Unë i kam vënë një gjufë ose një top. Këti topit ja kam lënë këto licet e gjata. Këto licet kapen me anë të një grepi dhe futen brenda. Edhe i lidhin nga pjesa e brendshme. Pasi kemi mbaruar dhe këtë, fund fare, kësaj papuçës i bëjmë dhe një ansore me fije të bardhë, edhe për bukuri, edhe që papuçja mos të zgjerohet. Siç ja kemi bërë kësaj. Kjo është e papuçja. Unë më t'ja tregoj tani se si rridhen në këmbë. Ja si qëndron edhe në këmbë papuçja. Njëra gri me të bardhë dhe njëra blu me të bardhë. Kjo blu me të bardhë është çik numër i madh, është numër 3940. Mirë dëgjofshim në video të tjera.